Do të lidhem pak me kolegën Oliver Dell Muça. Oliver Dell, përshëndes. Po, Aida. Atëherë, jemi jashtë, pam që kryeministri ka dalë, si ka nisur kjo seancë sot, çfarë pritet ndoshta edhe me informacione që kemi marrë paraprakisht, teksa zoti Bylykbashi lexon në raportin. Po, në fakt aktualisht zoti Erd Bylykbashi po lexon pra pikërisht raportin e opozitës në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Ishte ai i pari që mori fjalën më njëherë pasi ia dha edhe kryetari i parlamentit, ndërkohë që po i njëjti fjalim po jepet gjithashtu edhe në ambientet e jashtme, pra jashtë portës së Kuvendit të Shqipërisë, në monitor të mëdhenj, ku protestuesit janë mbledhur dhe po dëgjojnë raportin e prezantuar nga opozita. Duhet thënë që fillimisht pas mbledhjes së grupit të Partisë Socialiste, deputetët socialistë kanë marrë udhëzimet e qarta nga kreu i grupit parlamentar zoti Taulant Balla që të paraqiten më herët në Kuvendin e Shqipërisë, pra në Godin, dhe të hyjnë më herët nga ana dhe dera e anësore. Kjo si mënyrë për të shmangur përplasjet fizike me deputetët e Partisë Demokratike, gjë që ka ndodhur pra edhe në raste të tjera dhe në seanca të tjera, Aida. Theksoj që vendosja aktualisht në Kuvendin e Shqipërisë është e qetë, pra një pjesë e mirë e deputetëve janë të ulur dhe po presin, ndërkohë që deputetë të Partisë Demokratike kanë vendosur të paraqiten në kuvend me pankartën në duar ku kërkojnë edhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Duhet thënë që kryeministri u ul fillimisht në sallë, por më pas, siç e thatë edhe ju, vendosi të largohej. Është në fakt një veprim që ndodh në raste të tilla sepse kryeministri preferon të mos i dëgjojë nga afër deklaratat e deputetëve, megjithatë nga burime nga Partia Socialiste bëjnë me dije se ai do të rikthehet në sallë në momentin që do të nisë votimi. Theksoj, Aida, se në fakt duke qenë se seanca ka nisur pra me mbajtjen e fjalës nga zoti Erd Bylykbashi, deri më tani nuk kemi trazira, por pritet dhe paktën deri më tani sipas burimeve kemi të dhëna që në momentin kur do të nis pikërisht pa prezantimi i raportit nga ana e Partisë Socialiste, atëherë deputetët e Partisë Demokratike do të kenë reagime në sallë dhe për këtë shkak në fakt zoti Balla u ka dhënë udhëzim deputetëve të Partisë Socialiste që të mos reagojnë ndaj provokimeve të Partisë opozitare. Pash që përveç asaj që janë masa jashtë për shkak edhe të protestës dhe të turmave, Taulant Balla kishte një përfaqësues të gardist, pra aty siç duket janë kujdesur për shkak të situatës së pritshme dhe sinjaleve që kanë. Ndërkohë nuk e di nëse ke ndonjë informacion këtej nga demokratët për mënyrën se si do ta veprojnë, si do të veprojë pjesa jashtë, pra ajo se çfarë ndodh dhe si mund ta kenë koordinuar. Do të ketë një tentativë për të hyrë në sallën e Kuvendit, në oborë, se ndoshta në sallë jo, po nëse kemi detajet të kësaj natyre. Është e bliduar pjesa e parme e godinës së parlamentit, pra ka forcat shtuara policie, deri më tani sipas burimeve nga policia bëhet fjalë për 1500 efektiv që janë në terren. Sigurisht kjo e bën shumë të vështirë paktën arritjen e hyrjes brenda godinës, po sigurisht do të ketë tentativa. Nga ana e Partisë Demokratike kemi të dhëna se do të tentojnë edhe protestuesit që të mësyjnë derën e Kuvendit për tentuar kështu hyrjen, por gjithashtu edhe brenda Aida do të ketë hedhje molotovësh. Flakadanësh ndjes. Ndërkohë që në pjesën e jashtme do të ketë hedhje molotovësh, pra njësoj si në protestat e kaluara. Sigurisht vështirësia. Kanë kontrolluar deputetët ai sa lejohet në hyrje gjatë ditës së sotme do të jenë shtuar edhe kontrollet e para, për fishek zjarre, flakadan. Është vërtet. Është e vërtetë që në fakt deputetët kanë kaluar një filtr kontrolli, po kjo ka ndodhur sistematikisht në çdo mbledhje ku opozita ka pasur ankesa dhe ka vendosur të protestojnë në këtë formë, pra gjithmonë gjendet një mënyrë, Aida, edhe për të hyrë brenda, edhe me elemente të tillë siç janë flakadanët. Ne kemi parë edhe në rastet kaluara që salla e Kuvendit u shëmbushur me tymë të kuq pikërisht nga flakadanët që janë përdorur nga opozita. Prandaj për këtë shkak opozita, të paktën mazhoranca, do të përpiqet që të jetë më e kujdesshme për të mos u përgjigjur provokimeve, por kjo do të mbetet për të parë. Ndërkohë, sa i përket pjesës së jashtme, pra mënyrës se si do të organizohet protesta, theksoj që në fakt nuk ka një skenar ndryshe nga protestat e kaluara. Pavarësisht faktit se vetmja gjë që ndryshon është orari dhe kërkesa e tyre, sepse lidhet drejt për drejt me raportin për ish-zëvendës kryeministrin Zonë Balluku, por në të vërtetë skenari i Partisë Demokratike mbetet i njëjtë. Pra do të ketë një lëvizje, një marshim të protestuesve, të cilët do të kalojnë edhe nga kryeministria pak më vonë, por gjithashtu tentativat e tyre do të jenë që këtu
para parlamentit, siç e tham, pra të synojnë që të hyjnë brenda godinës dhe sigurisht që të insinuajnë në këtë rast edhe përplasje me efektivët e policisë. Nga ana tjetër, efektivët janë përgatitur pra që të shpërndajnë turmën në rast se do të ketë eskalim, sepse kjo mbetet për tu parë pra si do të jetë realisht mbledhja e tyre, sepse duhet thënë që numri i personave Aida të mbledhur jashtë është i konsiderueshëm, por më i ulët se në raport me protestat kombëtare të thirrura më herët. Por do të mbetet për tu parë nëse do të përdoret këtë herë gaz lotësiellës, ndërsa makinat ujëheqëse nuk janë aktualisht pra përpara godinës parlamentit, të paktën këto nga detajet që shohim dhe raportojmë. Oli, do të zjas seanca e sotme, do të jetë një ditë e gjatë, sepse në pjesën e parë ne trajtuam skenarët e mundshëm dhe masat që janë marrë në bazë të informacioneve që ka garda dhe policia. Ndërkohë, besoj që do të jetë një ditë e gjatë, si mund të jetë raporti i demokratëve, ne sigurisht që po e ndjekim deri diku me gjetje që ata kanë. Po në fakt, Aida, pritet të jetë një seancë e gjatë, kjo për shkak se përveç projekt vendimeve dhe prezantimit të raporteve dhe më pas votimit për të, do të ketë edhe projekt vendime të tjera. Dhe në fund, në fakt të seancës, është parashikuar që do të diskutohet për temat të tjera, që sigurisht opozita do të ketë pretendimet dhe të paktën prezantimin e temave të ndryshme që kanë ndodhur gjatë saj kohe dhe dëshirën për të diskutuar ato në Parlamentin e Shqipërisë. Kështu që pa dyshim do të jetë një ditë e gjatë. Sigurisht që raporti i opozitës po prezantohet në këto momente dhe zoti Byllykbashi po tregon të paktën qasjen që opozita ka në raport me imunitetin e zonës Balluku dhe sigurisht idenë kryesore se në fakt nuk mund të cënohet gjyqësori në këtë formë. Por sigurisht ky raport do të shoqërohet edhe me diskutime. Edhe vetë raporti i Partisë Socialiste, të paktën Aida nga informacionet që kam, do të jetë i gjatë, pra do të jetë i artikuluar në kohë dhe për këtë arsye pra theksoj që do të jetë një seancë e ngjeshur.